Brenda Partisë Demokratike po vazhdojnë debatet pas takimeve të zhvilluara nga deputetët Ervin Saliani dhe Ilir Alimemeti me demokratët e bazës. Kryedemokrati Sali Berisha ka reaguar ashpër duke i cilësuar këto veprime si agenda personale dhe duke falenderuar demokratët e Durrësit që refuzuan të merrnin pjesë. Ai po ndjek një agendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, ata çfarë ishte, të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, ç'është e vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet, sepse ata që i kanë trajtuar militantët që punuan për amidurmishtet e tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Jo, nuk po parajmoj. Llogaridhanje parajmoj. Sigurisht llogaridhanje. Kur u pyet për mundësinë e përjashtimit të Ervin Salianit nga Partia Demokratike, Berisha nuk dha një përgjigje të prerë, duke lënë të hapur mundësinë e një vlerësimi të mëtejshëm brenda strukturave të partisë. Tani unë e kuptoj që doni ushqim për studio në mënyrë që të mbuloni skandalet e të mërshme të qeverisë. Ai është i ngarkuar, ka një zonë ku duhet bëj analizën, ka marrë pjesë në analizën atë zonë, është antar kryesie, ai ka të drejtë të shtrojë çdo gjë në kryesi dhe çdo gjë në zonën ku është besuar. Ndërkohë, deputetët e vjetër të Partisë Demokratike nuk pranuan të komentojnë iniciativën e Salianit dhe kërkuan që debatet të fokusohen tek çështja Ballukut dhe qeveria aktuale. Ka një pyetje për qeverinë, për Ballukun që s'ka ardhur, për Ramën që s'është në parlament, kaq. Vini është miku im dhe është i djalë Flori, po unë dua një pyetje për Ballukun dhe për qeverinë që shpërqendrojnë çik se ngelet vetëm te opozita. Ka gjëra më të rëndësishme për shqiptarët, sepse për interesin që kanë të tjerë. Unë thash ç'është kjo erë e madhe pas keni qenë juve. Këtu është vendi përballjes me kundërshtarin, kështu që të jalem kundërshtarit. Tjetër që kam qenë edhe do të vazhdoj që të jap kontributin tim Partinë Demokratike, po të përballem me kundërshtarin këtu, partinë e lëm ke partia. Mendoj që do përqendroheshim pak më shumë te këto 50 milionë euro që vjedh Belinda, debatin po do ka qenë, është do mbetet gjithmonë. Unë e kuptoj se s'ka debat nga pala tjetër, po debat ka gjithmonë. Rëndësi ka, ne do jemi aty ku kemi qenë gjithmonë, përballë qeverisë. Megjithatë, disa deputetë rinj shprehen gatishmërinë për të mirëpritur Salianin në takimet që do të zhvillohen në zonat e tyre, duke treguar ndarje me opinionet brenda rradhëve të demokratëve. Unë takoj çdo demokrat pavarësisht nga emri dhe mbiemri. Tani unë ka pi 100 herë kafë me Ervinin se preska ndonjëherë tjetër mos takojmë dhe çdo demokrat është i mirëpritur kudo dhe për të qenë një armë më shumë kundër kësaj qeverie.